Një viktim dhe 4 të plagosur në gjendje të rëndë është bilanci tragjik i një aksidenti të ndodhur në Vlorë. Një furgon me punonjës ka humbur kontrollin në orët e para të mëngjesit në aksin Vlorë-Llogara, duke dalë nga rruga dhe duke përplasur me një bordur betoni në anë të aksit. Përplasja ka qenë shumë e fortë, aq sa mjeti është shkatëruar plotësisht, siç shihet edhe nga pamjet e siguruara nga Blu Televizion. Për nxjerrjen e të plagosurve, të cilët kishin mbetur të bllokuar mes llamarinave të furgonit, është dashur ndërhyrja e zjarrfikseve, të cilët pren pjesë të sediljeve. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën Ilir Haka, 52 vjeç. Të plagosur ka mbetur Sajmir Haka, 22 vjeç, Qazim Haka, 44 vjeç, Sa Korexha, rreth 22 vjeç, si dhe 2 persona të tjerë, të cilët janë transportuar në Spitalin Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmë mjekësore. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Ndërkohë policia njoftoi se rreth orës 6:10 në vendin e quajtur Fush Dukat, drejtuesi i furgonit, shtetasi SR, 22 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit duke dalë nga rruga. Si pasojë, njëri prej pasagjerëve, shtetasi IH, 52 vjeç, humbi jetën në vend ngjarje, ndërsa drejtuesi dhe 3 pasagjerë të tjerë u dërguan në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Ky aksident i shtohet bilancit shqetësues të ngjarjeve rrugore gjatë kësaj vere. Sipas të dhënave nga një qershori, deri në datën 25 korrik kanë humbur jetën 28 persona në aksidente rrugore, 11 prej tyre vetëm gjatë muajit korrik. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar rreth 240 aksidente me 10 persona të plagosur. Të dhënat e policisë së shtetit të përpunuara nga Instat për 5 muajt e parë të vitit 2026 tregojnë se janë regjistruar 547 aksidente rrugore, ku kanë humbur jetën ose janë dëmtuar 766 persona. Krahasuar me të njëjtë periudhë të vitit 2025 janë regjistruar 18 aksidente më shumë, ndërsa numri të dëmtuarve ka shënuar një rënje të lehtë nga 783 në 766 persona.